Thot Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, thot ishim një ditë me pejgamberin alayhis salam në Medinë dhe erdhi dikush dhe ju afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti: "O pejgamberi i Zotit, tha, kur do të bëhet kiameti?" "Po mirë," tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "ti çfarë ke përgatit për të?" Ati sikur i ra pika. Sa ai nuk e priste, ai mendoi që pejgamberi do të thotë mas 10 vjeç, mas 100 vjeç. Tha: "Po ti çfarë ke përgatitur për të?" Ai thotë nesër sikur i ra pika, burri nuk e priste. Pastaj u mendu pak dhe tha: "O pejgamberi i Zotit, dëgjota, unë ndoshta nuk dallohem me namazin tim apo me agjërimin tim, ama ata për atë ditë kanë përgatitur dashnin për Zotin dhe dashnin për profetin e tij, Muhammedin alayhis salam." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El-mar'u ma'a man ahab", do të jesh me ato që i do më shumti. Tha Enes ibn Malik, transmetuesi i ngjarjes: "Pasha Allahun, thot, ka qenë dita më e lumtur e jona mbas pranimit të Islamit." Sepse, komenton tani Enes ibn Malik, thot: "Allahu, i dërguari i tij, Ebu Bekri dhe Omeri janë më të dashurit e zemrave tona, shpresojmë që të jemi ditën e Kiametit me ta."